Astronomy Club of Kosova është themeluar në mars 2014 nga Suhel Ahmeti, Nurten Gavazi, Arper Halili dhe Hava Jahaj. Përderisa klubet e tilla në botë udhëhiqen nga persona më të moshuar, e veçanta e këtij grupi është se menaxhohet nga të rinjt. Po nevojshëm që edhe në Kosovë mu themelu një klubi astronomisë, sepse në çdo shtet në botë ka klube të astronomisë, ndërsa në Kosovë në vendin tonë nuk ka. Kështu që me mjetet thjeshta që i kemi pas në dispozicion, kemi mbajt vërejtime publike, kemi mbajt takime me anëtarët e klubit, me të apasionuarit të astronomisë, do të kemi marrë ligjërata edukative arsimore, dal nga dal duke u zhvilluar, duke u bërë në një grup më serioz me vërejtime jo vetëm në Prishtinë, por në Kosovë. Ky klub ka marrë donacione nga organizata të huaja dhe vendore dhe përkraje nga individ pasionant të astronomisë. Mirëpo, anëtarët e Astronomy Club of Kosova thonë se u mungon përkraja e institucioneve vendore. Të gjitha donacionet cilat i kemi janë kontributës aseti anëtarëve të klubit dhe astronomëve ndërkombëtar cilët na ndihmojnë me mjete duke parë punën tonë. Së fundmi kemi pranuar një fond simbolik nga Forumi për Iniciativa Qytetare. Të gjitha ndihmat që vijnë përveç individëve, siç është Ramadan Shaqiri dhe disa individ tjerë cilët na ndihmojnë, nuk kemi përkrahje nga institucionet tona. Vlen të theksohet bashkëpunimin që do ta kemi me komunën e Prishtinës, pra përkatësisht me drejtorinë e arsimit që na kanë jep leje me shkrim që në çdo shkollë në kryeqytet shkojmë me fillimin pra të procesit mësimor, të shkojmë të trajnojmë profesorat, nxënësit, të krijojmë grupet astronomisë brenda shkollave. Vrojtimet publike si eklipsi i diellit, vëzhgimi i kometave, lëvizja dhe transiti i planeteve, kampet astronomike, trajnimet e debatet për astronomi dhe festivalet e astronomisë janë aktivitetet që i organizon klubi i astronomëve. Jemi duke mundu dhe jemi mundu prej fillimit që të kemi informacione sa më të shumta gjatë drejtimit, që ata njerëz, do të thënë ata pasionantë që nuk di shumë për astronominë, atëherë unë i kam shpjeguar mënyra të ndryshme për fenomene të ndryshme astronomike, po të njëjtën kohë dhe anëtarët e tjerë të klubit kanë kontribuar në këtë aspekt të informacionit, po ashtu edhe të montimit të ndryshëm të teleskopeve. Prioritet për udhëheqësit e këtij klubi është funksionalizimi i observatoriumit në Prishtinë, i cili nuk është shfrytzuar për qëllime shkencore që nga vitet e 80-ta. Ne kemi bërë kërkesë në komunën e Prishtinës për ta marrë këtë qendër tonë, që të bëhet qendra e klubit të astronomëve, që qytetarët do të thotë grupe të ndryshme të shkollave të kenë mundësinë të vërejtojnë në observatorium.